Këtë vit, dimri për mira banorët e fshatrave Sine e Përmes, Sine Poshtme në rrethin e Dibrës, duket se nuk do të jetë i vështirë sa më parë. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka përfunduar një investim që, sipas banorëve, ka ndryshuar rrënjësisht jetën e tyre. Bëhet fjalë për ujësjellsin e ri të fshatit, që i ka dhënë fund odises 10 vjeçare të mbushjes së ujit në burimet e puset e zonës. Tani çezmat në çdo shtëpi kanë ujë, gjithçka është më e lehtë. Banorët janë mirënjohës shumë më tepër nga ç'mund të mendohet, sepse edhe jeta e tyre më parë ka qenë e vështirë shumë më tepër se ç'mund të mendohet. Shurku më gjenë e vokël, më shëuj me bucela, me zhigima, me katrupe bile, kishim në druni, kështu me vegja, e në të hajkim në kardu ju meren, s'ka ma jetë të lumëtu. Për para, s'kemi pas ujë sërsi, vetëm kemi pas ujët ati. E në qëtër gjo s'kemi pas ujë për para në. Vetëm tani vjetë, ki ujë, për para s'kemi pas ujë fare ma. Ashtë një pek këtu. Pa. Po tash? Tani jemi në rregull. Ujë të pishim. Kemi pas pusin e fshatit, ka qenë një pus këtu, edhe shkoshim e mbushim me enë. Tash të kemi ujën brenda, tash të jemi shumë mirë, ujë ka bërë, lajmë, shpëllajmë, bëjmë punë, shumë rahat. Ta kemi gjithë mërë, atë ujë kemi bërë ta. Mushim në pru, në dje, lërë, ka di në të mali, që dje, shkoshim me bucelin kraha. I realizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me fondet të qeverisë e Bankës Gjermane për Zhvillim, ujësjellsi garanton furnizim 24 orë me ujë të pishëm në të gjithë parametrat higjieno-sanitar për 1450 banorët e këtyre fshatrave. Linja kryesore nga burimi deri në depo ka një gjatësi prej 3.2 kilometrash dhe një rrjet shpërndarës prej 23 kilometrash. Deri tani në këtë projekt janë realizuar rreth 300 lidhje familjare të pajisura me aparate matës. Drejtori i fondit Benet Beci nënvizon se ashtu si në të gjitha projektet e kësaj natyre, pjesë e rëndësishme është edhe ngritja strukturës së menaxhimit të tij. Investimi që po përfundojmë tashmë është një investim i cili jep mundësi që të furnizohet me ujë të pishëm 1500 banorëve të 2 fshatrave të komunës Arasit. Mendoj që është një nga nevojat kryesore që ka pas kjo komunë, është një nga prioritetet që ka pas komuna dhe së fundmi tashmë është e plotësuar. Kjo është pjesë e një projekti të madh që Fondi Shqiptar i Zhvillimit, financimin e qeverisë shqiptare dhe të Bankës Gjermane bën në gjithë zonën e Dibrës, por dhe në 2-3 qarqet e tjera janë rreth 50 fshatra që do të furnizohen me ujë së shpejti do të përfundojë ky projekt në 28 skema ujësjellësash rajonal. Veçori e investimeve që ne bëjmë në këtë komuna është njëkohësisht dhe mirëmbajtja, menaxhimi i ujit. Ne sigurojmë së bashku me pushtetin lokal që jo vetëm ta ndërtojmë ujësjellse, por njëkohësisht i lëmë ujësjellës i cili nuk ka nevojë për subvencionime, ai është i vetëqëndrueshëm financarisht. Deputeti i zonës Shrefedin Shehu dhe kryetari i komunës Aras, Salik Torshalla, vlerësojnë rëndësinë e këtij investimi në përmirësimin e kushteve të jetesës së banorëve. Tu po shikojmë pusin historik të Sinës së Epërme që ka furnizuar fshatin për më se 70 vjet dhe që tani ja ka lënë radhën furnizimit me ujë shtëpi më shtëpi. Besoj që projektet e tilla do të vazhdojnë dhe kjo zonë ka në listën e vet projekte për rrugën, projekte për urën dhe projekte të tjera të cilat do të bashkëqoqërojnë furnizimin me ujë të kësaj zone. Ky ujësjellës ka një popullsi prej 1500 banorësh. Them të thënë puna që është bërë një punë mjaft cilësore dhe mjaft e mirë dhe ne dhe falenderojmë shumë mbështetjen që kemi pasur nga Fondi i Zhvillimit Shqiptar, jo vetëm për këtë rast në ujësjellës, por edhe për objekte të tjera që ne bëmë përpara. Ky investim është pjesë e një ndërhyrje komplekse të Fondit Shqiptar të Zhvillimit në këtë zonë, ku pritet të ndërhyret edhe me projekte infrastrukturore, si ndërtimi një ure që lidh komunën Arras me rrugën kryesore. Aktualisht, programi i furnizimit me ujë i zonave rurale, pjesë e të cilit është edhe ky investim, është drejt përfundimit të punimeve infrastrukturore për 25 skema ujësjellësish. Vetëm në qarkun e Dibrës, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka financuar ndërtimin e 11 skemave të ujësjellësave rural, nga të cilat përfitojnë 10 komuna.